Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pasi e spjeguam se çfarë kuptimi ka fjala La ilaha illallah, dhe tham se kuptimi I saj është se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tham se kjo fjalë konsiderohet dhe themi se është qelsi I xhenetit. Pastaj tham se çdo qels I ka dhe dhëmbët e tij, dhe dhëmbët e këtij qelsi në këtë rast janë kushtet e tij. Andaj është mirë që t'i dim kushtet e fjalës La ilaha illallah, që janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, që njeriu kur e thot këtë fjalë, atëherë të plotësohen këto kushte tek ai. Kushtet e fjalës La ilaha illallah. Kushti I parë është bindja. Kushti I parë është dija. Dhe qëllimi me këtë është ta dish kuptimin e kësaj dëshmie, ta dish kuptimin e kësaj fjalës La ilaha illallah, se çka është për qëllim dhe çka aludon. Dhe për këtë kemi fol në ligjëratën e kaluar, se çka do të thot fjala La ilaha illallah. Dhe pa dyshim se kjo dije është prej dijeve më madhështore dhe më fisnike. Dhe ky kusht është edhe I logjikshëm njëkohësisht, që njeriu kur dëshmon diçka, duhet me ditë se çka po dëshmon. Se çka po mohon dhe se çka po pohon. Dhe për këtë aludon edhe Kur'ani, Suneti dhe Ixhmaja, dhe tham edhe logjika, që nuk mjafton njeriut që vetëm të dëshmoj diçka, këtë rast këtë fjalë La ilaha illallah, duke mos e ditur kuptimin dhe çka aludon dhe çka kërkon kjo fjalë. Dhe për argumenteve të këtij kushti është fjala Allah subhanahu wa taala wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Thot Allah, ata që adhurohen në vend të tij nuk kanë mundësi të ndërmjetësojnë, përveç atyre që kanë dëshmuar të vërtetën, duke e ditë ata. Dhe At-Tabari thot shahadatuhu bil haqq, do thonë që kjo dëshmia për të vërtetën, ata që kanë dëshmuar të vërtetën, do thot ata që e kanë pranuar bi tauhidillah, do thonë me njësim, me tauhid, me njësim dhe Allah subhanahu wa taala. Do thonë ata që dëshmuan të vërtetën janë ata që kanë besuar Allah subhanahu wa taala, duke e ditur të vërtetën e tauhidit, njësimit të Allah subhanahu wa taala. Po ashtu Al-Baghawi thot qëllimi me këtë të dëshmuan të vërtetën është për qëllim fjala La ilaha illallah. Dhe më thonë, ata e din me zemrën e tyre se çka po dëshmojnë gjuhët e tyre. Andaj, prej kushteve, dhe si kushti I parë në këtë rast, është që të dish se në çka aludon kjo fjala La ilaha illallah. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-janna. Kush vdes duke ditë se Allahu nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, ai do të hyjë në xhenet. Këtë hadithi po aludon që kjo fjalë të thuhet duke e ditë atë se çka aludon. Pastaj kushti I dytë është bindja. Bindja e thellë. Do thot që t'jesh I bindun në atë që aludon kjo fjalë. Do të thotë ai që e thot këtë fjalë të jetë plotësisht I bindur në kuptimin e saj. Sepse dikush mund ta di se çka aludon kjo fjalë. E kupton shumë mirë, ndoshta siç e kanë kuptuar edhe mushrik dhe shumë të tjerë, mirë po prapë nuk kanë qenë të bindur në këtë. E kanë refuzuar.
Andaj prej kushteve është që t'jetë i bindur në ata që po lexon. Ta thot, e din se çka po thot, mirë po edhe t'jetë i bindur në atë që po dëshmon. Dhe argument për këto është fjala Allah subhanahu wa ta'ala, ku thot innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Besimtarët vërtet janë ata që e besojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Vetëm ata që besojnë Allah dhe të dërguarin e tij, e pastaj nuk dyshojnë. Do të jetë i bindur në atë kuptim që po lexon fjala la ilaha illa Allah dhe të mos ketë dyshime. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai i cili do ta takojë Allah subhanahu wa taala me këto dy dëshmi dhe duke mos pas dyshim në të, ai do të hyjë në xhenet. Pastaj kushti i tretë i fjalës la ilaha illa Allah është sinqeriteti. Dhe ky kusht është pothuajse baza e gjitha kushteve. Dhe më e rëndësishme, që njeriu që e thot këtë dëshmi, ta thot vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, pas një gjurmë shirku dhe apo syfatësie në qëllimin e tij. Padyshim se sinqeriteti është edhe në vepra adhurime që e bën. Padyshim që duhet të jesh i sinqert që çdo adhurim që e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po këtu duke fol për fjalën la ilaha illallah, atëherë ky kusht është për qëllim në këtë rast në veçanti që kjo fjalë që thuhet, të thuhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se ka njerëz që ndoshta e thonë, mirë po nuk e thonë sinqerisht. Mirë po është për qëllim që ku të thush këtë fjalë, mos me pas ndonjë qëllim tjetër. Po me pas për qëllim vetëm fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Ti je i sinqert në atë që po thua. Argument për këtë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot as'adun nas bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Njerëzit më të lumtur me ndërmjetësimin tim janë ata që thonë la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut, sinqerisht nga zemra, me sinqeritet nga zemra. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu ja ka bo haram, ja ka ndalu dhe thot zjarët të prejk atë i cili thot la ilaha illa Allah dhe me këtë thot yabtaghi bidhalika wajha Allah. Dhe me këtë kërkon vetëm fytyrën e Allah subhanahu wa taala. Dhe thot është i sinqert në atë që thot. Dhe po mjaftohemi inshallah me këto 3 kushte në këtë ligjërat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.